Shkruan Gjergj Zefi. Në kryeqytetet europiane, sidomos në radhët e së djathtë konservatore, po përhapet gjithnjë më shumë një ndjesi e pakëndshme. Donald Trump nuk është ai që u shit për vite me radhë si modeli i madh i ringjalljes së të djathtës perëndimore, përkundrazi ai po shfaqet si një faktor destabilizues, shpesh në konflikt të hapur me vetë ADN politike të konservatorizmit europian. Një djathtë pa traditë dhe pa përgjegjësi. E djathta europiane nga konservatorët klasik tek demokristianët e vjetër është ndërtuar mbi institucione, etik shtetformuese dhe respekt për aleancë. Ajo ka lindur nga ideja e rendit e përgjegjësisë dhe shtetit ligjor. Trump në thelb përfaqëson të kundërtën, politikën si spektakël, aleancën si pazar dhe shtetin si pronë personale. Nuk ka asgjë fisnike në një qasje që kërcënon NATO-n sa herë që i leverdis elektoralisht, që e trajton Europën si barë dhe jo si partner dhe që e redukton diplomacinë në fyerje publike apo shantazh ekonomik. Kjo nuk është e djathtë konservatore, kjo është populizëm i zhveshur nga çdo përgjegjësi historike, nga iluzion ideologjik në zhgënjim strategjik. Për një kohë, disa parti të djathta europiane e pan Trumpin si një lokomotiv globale kundër liberalizmit progresist, por sot realiteti është më brutal. Trump nuk lufton për vlera, por për vetveten. Ai nuk ndërton bosht ideologjik, por marrëdhënie varësie. Nuk kërkon aleat, por vasal. Kjo është arsyeja pse gjithnjë më shumë lider të djathtë europian, edhe ata që ideologjikisht janë skeptik ndaj Brukselit, po e kuptojnë se afërsia me Trumpin nuk të jep peshë, por të heq dinjitet. Në vend të forcimit të sovranitetit europian, ai prodhon pasiguri dhe fragmentim. E djathta europiane përballë një zgjedhje historike. Sot e djathta europiane është përballë një prove serioze, ose do të ruaj karakterin e saj shtetformues dhe perëndimor, ose do të rrëshqas drejt imitimit të një modeli amerikan që nuk ka rënjë traditë dhe as respekt për Europën. Trump nuk është trashëgimtari Churchillit, Adenauerit apo De Gasperit. Ai nuk përfaqëson konservatorizmin, por krizën amerikane. Dhe sa më shpejt që kjo të kuptohet në Europë, aq më shpejt e djathta europiane do të çlirohet nga një iluzion që po i kushton shtrenjtë politikisht dhe strategjikisht.